Kryetar Qorolli. Tani vazhdojmë me formimin e Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e Presidentit të Republikës Kosovës i përbërë nga një deputet prej secilit grup parlamentar. Në seancën e sotme kemi 2 grupe parlamentare, grupin parlamentar të vetëvendosjes dhe grupin parlamentar multietnik. Andaj para se të procedojmë, ftoj përfaqësuesit e grupeve parlamentare që të propozojnë nga një antar në Komisionin Zgjedhor. Zonja Nagafci. Faleminderit kryetari, propozojmë deputetin Sali Zyba. Faleminderit zonja Nagafci. Grupi multietnik, deputeti Artan Aslani. Faleminderit kryetare, në emër të grupit multietnik propozojmë zonja Emilia Regjepi. Faleminderit deputet Aslani. Luz deputetët dhe regjin të bëjnë gati për votimin e antarëve të Komisionit Zgjedhor. Votojmë tash. Regjia. Gjashtëdhjetë deputet kanë votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Konstatoj se Kuvendi emëroi antarët e Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës. Tani bëuni gati që të votojmë edhe një herë për prezencë. Regjia. Votojmë tash.